Bashkia Islame ka pas fatin që ta ketë një udhëheqës të tillë në krye, kur është dashur të profilizohet në aspektin organizativ dhe funksional të saj, kështu që Hafiz Bajram Agani ka merita të jashtëzakonshme për institucionalizimin e jetës fetare, arsimore, edukative dhe kulturore të komunitetit musliman të asaj kohe. Hafiz Bajram Agani me nismën që bëri për krijimin e bibliotekës qendrore të Vakfit, ka manifestuar një vizion jashtëzakonisht të madh për formimin intelektual të kuadrove që do të punojnë në institucionet arsimore dhe fetare në Kosovë. Pa një bibliotekë të tillë, sigurisht që është shumë e vështirë që të dalin kuadro, që të thellohen studimet në fushën e islamistikës dhe në fushat tjera.